Me zhvillime të tjera, çelja e sezonit turistik, temperaturat e larta, sezoni i verës pa dyshim, ka njësër problematikash, le të themi, jo vetëm përpos plazheve të cilat zaptohen, por në vijën bregdetare. Ka problematika për sa i përket përdorimit të gomoneve, të jetskive që sjellin deri edhe në plagosje, jo vetëm të turistëve, por edhe të shtetasve shqiptar, apo ngjarje më të rënda se këto. Janë shënuar 2 të tilla në bregdetin shqiptar, një në bregdetin e Durrësit dhe një tjetër ditën e djeshme në bregdetin e Vlorës. Kam raportimin e 2 kolegëve të Armand Xhelilit dhe Aldo Mustafës. Përshëndetje Mandi nga Vlora, përshëndetje Aldo nga Durrësi, e nis me kolegun Aldo Mustafa. Aldo, në zonën e Shkëmbit Kavajës, ditën e djeshme, ka ndodhur pra një incident me një jet ski, cilat janë informacionet dhe a ka persona të cilët janë vënë në hetim dhe si është gjendja e personit i cili ka mbetur i plagosur? Ju përshëndes, atëherë duket se në fakt sezoni turistik në qytetin e Durrësit dhe konkretisht ai i plazhit ka nisur me disa problematika për sa i përket sigurisë së turistëve apo le të themi qytetarëve, të cilët zgjedhin të përdorin mjetet e ujit për t'u argëtuar më shumë në vijën bregdetare të Durrësit. Bëhet fjalë për rastin e dytë brenda 2 javëve të fundit, ku një shtetas, konkretisht 21 vjeçar belg, ka mbetur i plagosur rënd nga një mjet tip jet ski në zonën e Shkëmbit të Kavajës. Ky i fundit është transportuar menjëherë në urgjencën e spitalit rajonal të qytetit të Durrësit në orën 8 të mbrëmjes së djeshme, ku duket se plagët kanë qenë të rënda dhe më pasi është drejtuar spitalit të traumës në Tiranë për të marrë një ndihmë më specifike, le të themi, dhe më të përgjithshme për sa i përket dëmtimeve të tij, por duket se gjendja e tij shëndetësore është ende pra kritike dhe ende nuk ka dalë nga rreziku për jetën. Sa kaq, deri në këtë moment nga ana e drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit na bëhet me dije se është shoqëruar 51 vjeçari Skedilaj Xhameta, i cili është shtetasi, i cili i ka dhënë në 21 vjeçarit dhe belg mjetin jet ski pa masat e sigurisë. Në fakt ka qenë drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit, e cila pas disa verifikimeve dhe marrjes në pyetje të shtetasit i cili zhvillonte aktivitetin pranë Shkëmbit të Kavajës, ka konstatuar se 51 vjeçari nuk e kishte pajisur turistin me mjetet mbrojtëse, le të themi, dhe se ky i fundit në fakt nuk ka pasur patentën që kërkohet zakonisht për përdorimin e mjeteve të ujit. Kjo ka bërë që të bëhet menjëherë shoqërimi i tij ditën e sotme në rajonin e policisë së qytetit të Durrësit, sa kaq nga ana e drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit dhe gjithashtu nga spitali i traumës na bëhet me dije se po përpiqet që të përmirësojnë gjendjen shëndetësore të 21 vjeçarit i cili mbeti i plagosur me mjetin jet ski. A ka një kontroll, le të themi, në gjithë vijën bregdetare të Durrësit, Aldo, në terren? Pra mos kujtohemi të shkojmë dhe t'i kontrollojmë kur na ndodh fatkeqësia dhe themi nuk ishin të pajisur apo nuk ishin dokumentacionin përkatës. Në fakt, përsa i përket kontrolleve që pas ngjarjes së parë, e cila u shënua rreth 2 javë më parë, pati disa kontrolle në vijën bregdetare të Durrësit dhe jo vetëm, në fakt, patrullat e policisë tashmë në qytetin e Durrësit për shkak edhe të rritjes së numrit të turistëve nuk ndodhen vetëm në tokë por edhe në det, pra ka dhe patrulla ujore të cilat përpiqen të konstatojnë në rast se do të ketë ndonjë, le të themi, incident apo për të siguruar qytetarët që sezoni do të jetë sa më i mbar, por duket se mbetet ende ndoshta një hapësirë e zezë për sa i përket mjeteve që i kërkohen shtetasve për të përdorur jet skit në qytetin e Durrësit, pasi këto të fundit kërkohet që të kenë një patent specifike, ndërkohë që shumica e qytetarëve në fakt nuk e zotërojnë një të tillë, apo pushuesit që vinë nga jashtë shtetit nuk zotërojnë një të tillë, dhe ndoshta në rrethana të tilla dhe biznese të cilat duan që të sigurojnë sa më shumë klientelë dhe një sezon sa më të begat, le të themi, turistik, duket se të tunduar nga paraja zgjedhin që të mos zbatojnë të gjitha pikat apo le të themi rregullore që parashikohen nga rregullat që kërkohen edhe nga ana e drejtorisë vendore të policisë së qytetit të Durrësit dhe instancat që merren pikërisht me sportet e mjeteve ujore. Mirë, shkojmë pak në Vlorë me kolegun Armand Xhelili dhe rikthehemi sërish me kolegun Aldo Mustafa, i cili është në pritje. Ndërkohë tjetër incident dhe plagosje ka ndodhur në plazhin e Gjepes, ku është dëmtuar nga një gomone një turist gjerman. Si ka ndodhur ky incident dhe a ka persona të ndaluar nga policia për këtë rast, Mandi?
Po, të përshëndes, në fakt ditën e sotme policia e Vlorës ka dalë me një komunikim shtesë zyrtar lidhur me ngjarjen e cila ndodhi pas ditën e djeshme në plazhin e Gjipes, ku një turist gjerman është dëmtuar në gjymtyrët e poshtme dhe përpasoj edhe në shpinë nga një gomone e cila po qarkullonte ose po lundronte në plazhin e Gjipes me drejtues shtetasin Krenar Velaj. Ndërkohë që sipas informacioneve, qoftë edhe ditën e djeshme por edhe nga hetimet, personi Krenar Velaj i cili drejtonte gomonen është arrestuar me akuzën vrasje plagosje rënd me dashje, plagosje rënd me dashje për dëmtimet të cilët i ka shkaktuar turisti gjerman. Megjithatë, 27 vjeçari gjatë marrjes në pyetje nga ana e policisë është shprehur se ka qenë jashtë territorit në të cilën nuk lejohej lundrimi dhe për këtë sipas tij ka qenë turisti gjerman i cili ka notuar larg perimetrit ose larg tapave të vendosura si perimetri sigurisë. Gjithsesi, policia e ka çuar çështjen në prokurori dhe normalisht do të pritet të dalë ditën e nesme përpara gjykatës me akuzën plagosje rënd me dashje, në të cilën Krenar Velaj, i cili patrullonte ose bënte prej disa kohësh linjën të ndryshme për sa i përket turizmit detar, ka shkaktuar dëmtime në gjymtyrët e poshtme edhe në shpinë. Ka qenë vetë 27 vjeçari i cili ka dhënë ndihmën e parë ose më saktë ka marrë me gomonin e tij duke e transportuar në drejtim të Himarës dhe më pas ka qenë ekipi mjekësor pra qendra shëndetësore e Himarës që ka mbajtur në monitorim për ta nisur më tej në drejtim të spitalit të traumës në E qartë. Mirë, Mandi, ishi me kolegun Armand Xhelili në qarkun e Vlorës. Kthehemi edhe njerë me kolegun Aldo Mustafa në Durrës, pasi në Durrës një kroçere